çfarë duhet marr nga ato që keni jetuar ju, që të jetojmë dhe ne sot? Në fakt, unë dua, se më ngacmove, dua të lexoj diçka që më shkroi Nusja e Dajës e imja, në fakt për mua nuk ka qenë Nusja e Dajës, po ka qenë edhe një nga mentoret e mia më të mira. Ta përshëndesim Nora Seka. E përshëndesim Margarita Koçin, aktualisht tani kanë shkuar në Gjermani dhe janë atje, dhe më thot, mbasi e urova për ditën e lindjes, ajo më shkruan. Ju përqafoj të gjithëve me radhë dhe më mungojnë shumë festat kur mblidheshim atëherë, me qyfyre, me potere, me përshkujdesje që ndjenim në shpirt, gëzimet që kalonim me njëri tjetrin, lodrat që bënim me njëri tjetrin, ju fëmijët e zhurmshëm dhe ne të rriturit që ndanim çdo moment dhe më kujtohet kur bëhej trahanaja dhe ti nuk e pëlqeje shumë atë mishin që bën tek kështu kërc dhe i hidhje gjithmonë dhe unë thoja ma hidh ke pjata ime se ka shije më shumë. Tani çdo gjë e ka zëvendësuar telefoni, i cili po na e zhduka avash avash shqisën e të prekurit. Ç'të bëjmë? Shekulli i internetit dhe i alit. Po ne do të rezistojmë me ç'të mundemi me modelin ton. Të përqafojmë me madh, se më pas ka zënë frymëzimi filozofik sot. E ka shumë të drejtë.